pa të mri një periudhë në cilën ka shit cigare për me majtë familjen. Prej gjithë fëmijëve, sidomos unë e kum përjetuar për arsye që kam lindi fundi dhe menherë në qatë periudhë kër unë kam lind i kanë qitë prej punës, e kum përjetu varfnin. E kum përjetu që është mi pas prind pa punë dhe besa abeden mos me pas në shtas mjellë në shpe. Po kjo s'ka ndodhë një familje temë, është kanë periudhe që ashtu. Pas taj pas luftës kuptohet, abeden Kosovë veç nisi me marrë vetën ekonomikisht, u hapën vende pune e kështu. Po, në fillim fëminin e kemi pas, unë e kam pas bukur të shtirë. Ka rasti që i kujtoj kur nana em ka kaj për shembull për arsye që apo di, s'ka mujt nashta s'më na ushqy që shduhet. Shkon kohë e shtirë atër. Këtë këtu përjetime, atë kam bo që për të risa përriteshe ose në fazën adoleshencës edhe si ma i rritun, me dasht me kërku një jetë ma të mirë jashtë Kosovës, që me një farë forme, kur ta lem vendin, me imbyt edhe që ato kujtimet e këqia që i ke përjetu. Unë shpesh herë kujtoj për arsye se nuk du me ik identitetit tem. Nuk e di që shku me pas të ardhme në financiarisht, po edhe mi mri majat në aspektin financiar, nuk menoj që ku me liru vetën qatë shumë me harru kush im ka ndikur. Arsyeja pse unë kam shku në Amerika me emigru, është se i mba krye familjar. Edhe dhe me thonë një dit, është dash me qitë në baraz pesh, a është ma në regull me majtë andrat e mija si kur aktor, apo përgjësit e mija si kur krye familjar. Edhe si kur burra absolutisht nuk kanë rëndësi andrat e tua kur vjen pyetje familje. Për atë edhe ku ma emigru. Në fakt, kër kam shku në Amerikë, i kam pas 5 kontrata aktive në Kosovë. Kam qenë bukur aktiv dhe bukur të u përmen si kur aktor premtus. Kam shku për arsye se të ke fundit andrat e mija ose qysh unë e një na janë total të parëndësishme kur është në pyetje familje. Qka të gjeti në Amerikë? Pra, qa të dole jashta pritshmërive, pra 5 vitet kalu me atje, në New York, aty ku jetove vesh me qenin tënë në stadion, a? Jo. Unë kam jetu me grunë e parë, kam një divorc dhe me thonë. Arsye pse kam shku është kjo, për arsye që është dasht me i dalë zot financiarisht familjes. Edhe pse s'kam qenë keq në Kosovë, tash kam pas kontrata, kam qenë aktiv, po nuk i kanë mbulu nevojat. Amerika i ka sfidat e vetë, edhe nëse nuk ki kur farë sfide mrena familjes. Kur shkon jetë total i huj, kërkush nuk e din që ti e aktor, ose s'ti din aftësitë e tua. Pastaj, kultura ndryshon shumë. Është e çuditshme, po na shumë atë për afërt jena me kulturë me Rusë, ose me bugar, me thonë, se sa me Amerikan. Me thonë, që shenjom në familja nukleare, nana, baba, respekti, kjo, në Amerikë, pëthuj se asë një nuk eksistojnë, ose rrallë heqë. Në mos të madhe është një ndryshim atje sa i përket kulturës. Qa ti rriton të ma shumë, nga veprimet, nga jo që shijen për ditëshmëri? Kur im shku, është dasht me punu loj pune. Edhe mojnë men, jo një rast, po punojsha kamarierë. Mojnë men jo një rast, po nështë sa 3-4 që ka pos momente ku fëmija e ka ofendu nanën ose babën në tavolinë, unë kam qenë të ju shërby, që a vedem për mu shko një shok. E ki këta në Amerikë shumë. Tani i kam fillu edhe me transgendere, i kam pas do i mojnë men do momente ku një shok jem, një shqiptar atje është dosh me tërhek fëmin prej shkollës për arsye që veç i hinin do rryma ka... Për neve është e papranueshme. Do me thonë, filloj djali me dosh me ju bo qike dhe e kishe një familje që kishe një halë shumë të madhë. Edhe ato mendim të mësusave në shkollë. është e çuditshme, dallon prej neve sikur kulturë bukur shumë. Më ka rro Covid atje si kam shku. Një vet kam vetë më shel, nuk isha as letra as kur gjë. Po zoti si më shel këtë rrugë, fillova me punu online. Pastaj kur u hap qyteti kam punu një teatr të fëmijëve atje.
Pastaj kam punu me një kompani. Sigur e gjete ëndrrën tënde edhe në mes New Yorkut, a? Po e kum ndru për arsye financiare, se kalova në një punë me një kompani që fute për inspektimin e ndërtesave, u paguajshën ashtat 3 herë më shumë se në teatr, edhe për ata e kam lënë. Pastaj ra divorci, pastaj 2 vitet e fundit, tamam fillova mu këfjell, në gjitha aspektet, vendosa më këthy se u smunona në Kosovë dhe vendosa që është ma njerëzore me i lanë gjitha, më këthy me gjithë gjallë. Ka dash zoti, jam këthy e kam gjithë gjallë, ka jetu, edhe pse kam gjithë paralizume se ka ndodhë shumë shpejt smundja. Ka jetu 11 muaj mas jam këthy, ka ndru jetë në gusht të vitit 2024, me thonë një vetë gati 2 vite po banë tash. Po, e kam lanë Kosovën për familje dhe jam këthy në Kosovë për familje, se qëndrimi jam është që para gjdo andrë tonën, nësë ndjenje tonën, jem përgjithësia jote. Nuk ka lidhje qështini është. Veçanërisht për meshkujt është kjo. Kur ma thekse të fundit për meshkujt, me që ma përmende vetë divorcin dhe nuk dua të hy më tepër se që ti vendos me nda, po si e përjetove? Sepse zakonisht, sidomos në emisione, në opinion publik, gjithmonë pyeten gratë ose dalin rrëfime të grave për përjetimet e tyre ndaj divorcit, kur unë mendoj se nuk e di që është me dek, po mendoj që qaj është i përjetojnë edhe burat. Po them, nuk e di që është me vdek, po mendoj që qaj është një ndjenje e vdekjes nëse jo fizike atër emocionale. Sidomos kur ndamja është nëse muj me thonë e fliqt, dhe me thonë është për motivet kota dhe nështë për motive që njerëzore. Në këtë rastu një më ka një dëntum, po e kom një fjallë, leron, thëtë, Zotin nuk ta qënë halin pa ta bo qarën. Dhe me thonë, sot nuk guzej me thonë, shqyqyrve i Zotit, po sot jam shumë a mirë. Jam njetë shumë a mirë. Tash e kom taku dhe me thonë jehonën, nuk guzej me krasu jetën që e kom pas me këta që e kom, po është, me thonë, është paraj se e më to. Dhe, sinqerisht, kjo puna e besimit, lidhjes njeriut me qka beson, na vërteton mande jeta shumë gjona që thuhem, pra nuk të merë diqka pa t'jep diqka tjetër, edhe pikrisht në periudën kur të vështirë që ani pse ti u ktheve përqëndrua për nanës, me shpresën që ajo sa do që ishin, ndërsa shpresat e vogla me gjendjen që kishte, pas 11 muaj shëndroj jetë, por në po atë periud paka shumë takove partnerën e reja. Jo. A më vonë? Kam qenë Amerikë kur Jehona më ka shkru. Jehona e ka pas periudën, sepse e ka kry, fakultetin e ka kry 2 gjenerata mas meje të i njëti profesor. Edhe ka pas periudën e antikës, edhe bisedon me një kolege tonën për disa libra, jo i thot Farisi ka pas gjitha. Librat e antikës. Edhe është e vërteti, pa ta mbledh krejt. Mendimën e profesorit Besim Regjaj. Edhe ajo më shkruan mu, po ka qenë periudha e Covidit edhe më tregu drejten, u të që mi thonë, po urdhënon shko të shtëpia em se t'i jepim prind. Edhe u tregu shumë e kuptushme. Dhe në tha, e kuptoj, po mas një periudhe, dhe më thonë kontaktin bet aty, mas një periudhe kur unë u divorcova, e fillova jetën e re sene, kur nuk e di që është ka një like, diçka në foto sene dhe fillu me folë. Pastaj